sa herë kemi në studio, gjithmonë do të kemi diskutime sa i përket jo vetëm temës, por edhe gjërave të tjera. Do të flasim pak për martesat apo lidhjet me blesëri, me shkuesi që kanë ekzistuar prej shumë vitesh tashmë, por ekzistojnë ende dhe sot. Ne diskutuam dhe pak në mëngjes dhe tham që sot është bërë pak e vështirë për gjetur partner dhe do t'i vazhdojnë akoma dhe njerëzit kërkojnë vetë tashmë t'i gjejnë dikë për të martuar. Ofrojnë lek që të gjejnë nuse me blesëri. Kishte ofruar 2.000 euro për shembull për të gjetur një nuse. Po donte nuse, ofronte 2.000 euro pagesë. Kupton domethënë? Kështu që ftoj dhe publiku nëse keni në nuse më shkrani do ja përshindje. Rominës, nuk e di ato detajet specifike që kanë kërkuar. Merremi privatisht, po. Por do të kemi një super panel interesant. Kemi të ftuar në studio zotin Zaçe Islami, zotin avokat. Mirëmëngjesi. Mirë se erdhe avokat. Mirë se na u riktheve. Po, është i shtëpisë. Po kopa që në studio moderatorin Klegja Troksi. Mirëmëngjesi. Duke shkruar. Na ke zbukuruar panelin. Do kemi zgjuar pak sa herët mendoj. Jo, nuk ka gjë, unë zgjojmë për ditë herët. Kjo ta zbukuroj panelin, unë jo, E për tani po pritë se po më lastojnë që do vi më shpesh, se është hera e parë. Respektojnë vajzat, vetëmja vajzë në panel me Tani edhe sinqert duhet t'regohemi për sot. Dhe në Skype kemi gjithashtu dhe Elton Toza, gazetari. Mirëmëngjesi Elton. Mirëmëngjesi. Shumë serioze Elton. Ti na e zbukuron që na e zbukuron panelin gjithmonë. Mirëmëngjesi. E para njëri ju kërkojnë ndjes për syzet, po pas operacionit 4 të syve që kam bërë, jam detyruar që t'i mbaj, kështu që nuk ka problem. ma pranoni këtë gjë, në? S'na duhen sytë Dhe faleminderit që erdha unë që ju a zbukurova panelin edhe mos mërzit dhe ta Saçe, as Klegja, kështu që Pranojmë. Edhe si shta Romina, nuk ka problem se nuk na duhen sytë, na duhet goja. Dhe për shtet fundit ti mbahesh, me thënë të drejtë. Po, shuhe më, jam galoral. Sytë trajtojnë, goja kontrollohet. Si ishte puna asajt nuses mi, 2.000 euro? Po, 2.000 euro t'i intereson, ke ndoj gocë që mund t'a bëjmë nuse? Për ndonjë shpim të mirë? Me shumic? Me shumic. Si? Në një ullje. Shitje me shumic pranon të ai? Po kështu ka shkuar sot me sa duket. Po ti mos e ull tregun, se kjo sa e filloj biznesin, ti ull tregun direkt, shumic. Po prit prap, sa filloj me pakis njerë. Me sa duket kështu është kthyer sot të gjeturit në një nuse. Paguajnë lek për gjetur nuse. A shkeq ka vajt puna me avokat, si e shefti? Ka ekzistuar. Më përpara si shtë me lek. Vinte natyrshëm, po tani është bërë e shkej. Si e sheti avokat? Ja, po përpara nuk ka... Kush i paguan lekët? Unë nuk i di që kërpyet juve, po hyra unë. Elton, ja të gjëjmë pak avokati. Që të paguas lekë për të gjetur grua, ky është një turp dhe është një paaftësi e personit që e kërkon këtë gjë. Okej. Që ofron lek për nuse. Që kërkon të gjej nusen me para. Kjo është anormale. Po fatkeqësi sot s'ka më nuse dhe dhëndër, ka partner, na futët termin angles partner. Partner në tregti, partner në punë, partner dhe në familje. Partner dhe në jetë. Ja, kjo është punë dhe familja jetas. Pra, të futës të kjo është partner bashkëshortin, është hequr termi bashkëshort, është hequr termi familje, është futur termi bashkjetes, që në kuptimin e real të fjallës bashkjetesa quhet kurvërie ligjëruar. Këtu, pastaj, le të themi që kemi një skepticizëm deri diku radikale, sepse ne, duke ju referuar pak edhe gjeneratës time edhe epokës në cilën gjendemi, ne jemi çdo ditë më shumë rritjes alternativave, dhe kjo është një gjë e mirë, pavarësisht sepse unë respektoj edhe moshën edhe epokën tuaj, që e keni shumë të vështirë të përballeni me epokën moderne, dhe unë këtë gjë e respektoj, sepse unë nuk mund t'i them askujt të fshi as rendi sistemin mentalitar mbi të cilin është rritur, as të refuzoj ide që ka patur dhe ndërtuar deri tani mbi një eksperiencë individuale dhe ta zhbëj në funksion të inovacioneve që kanë ardhur. Unë këtë nuk mund t'ja them askujt, domethënë do ishte fodullëk dhe nuk mund t'ja imponoj. Nëse më lejohet që të ndërhyj, më vjen shumë keq që unë respektoj avokatin nga mosha, pretendoj të mësoj nga ai dhe jo të çmësoj nga ai. Është e tmerrshme ti thuash dikujt kurvëri e ligjëruar, kur ndërkohë ne kemi njerëz të familjes, të fisit që bashkëtojnë, asnjëri as tjetri nuk është kurva apo kurvar, thjesht bashkëtojnë, zoti avokat, kanë zgjedhur një mënyrë
për t'ju shmangur disa detyrimeve mbase enden janë gati, të mos jesh gati për diçka, është diçka shumë normale, dhe të jesh gati që në moshën 16 vjeç, siç jeni martuar juve dikur, kur ju martonin dhe në djep, kur ju arrastin gruan apo burrin dhe juve nuk e merrit vesh se kë kishit martuar dhe pas 10 vitesh ju ditë pak i shkuar gruaja apo pak. Një gjysma të fjalëve dëgjoj, ja kuptojmë se çfarë thot gjysma tjo nga zhurma që ka, po. Ja, do përpiqemi ta rregullojmë. Thjesht para se të vazhdojmë debatin, dua t'ju kërkoj me mirësjellje që këto termat që sapo përdorën mos t'i normalizojmë të thënurit kaq hapur në televizion, është mëngjes, njerëzit ta ndjekin, fëmijët mund na shohin. Keni normalizuar dhe keni shqipëruar termin e dasmës të familjes të të fejuarit, të fejuarës, të bashkëshortit, keni vëllëzuar të tëra me fjallën partner. Po ja ta përfundoj. Vetëm me fjallën partner. Ndërsa, sa e përket anës moderne që tha zonjusha, dhe anës patriarkale timin, nuk kem as pak patriarkal. Jo, patriarkal jemi të gjithë në një formë, sepse jetojmë në një sistem patriarkal, kështu që unë nuk mund të refuzoj ose zhbëj diçka mbi të cilën jetoj. Ajo çfarë ne po përpiqemi të themi, duke mos e kthyer personali, por duke folur në terma të përgjithshëm, sepse unë vjoj ta respektoj mendimin tuaj, sepse mendoj që është shumë individual, është i bazuar në një eksperiencë personale dhe ne mund të mos ta zhbëjmë. Por unë mendoj që sa më afër mundësive dhe alternativave t'jesh, aq më mirë është. Në botën që jetojmë ne kemi alternativat. Nuk duhet domosdoshmërisht të ndjekim një rend tradicional që është ndjekur. Unë nuk e ndjej më ta bëj. Nuk e ndjej më ta bëj. Dalë se foli shumë shpejt dhe shumë gjatë zonjusha, dhe nuk më lakoj që t'i përgjigjem. Dëgjo, alternativa ka nga negativja deri te pozitivja. Pra ka nga plus në 0 në minus. Dhe nuk është alternativë që të thua se unë do dalë tani do bashkjetoj, do rritë sa kohë, do bëjmë ca marrëdhënie kështu financiare. Jo, a mund t'i bëjmë falë Elton, a mund t'i bëjmë një pyetje, vetëm qëndron është edhe argumenti Eltonit. Për te eksperiencës edhe, le themi, edhe profesionit tuaj, çdo gjë tjetër, çfarë petku mund veshi një person për t'i thënë dikujt tjetër e ke gabim mënyrën se si ti mendon. Unë, mendimin tuaj e respektoj, sepse është individual. Po pra, po nuk mund më thuash mua. Nuk jam dakord unë me mendimin tënë, pa ti mire ke për vetë të njërë, rregullti. Edhe da mos dakordësia duhet jetë me njërën faktësh. Dëgjo, avokat se ti nuk e dëgjove, po Eltoni në fillim tha çfarë kishit mirë brezi juaj që martoheshit që 16 vjeç me njëri që as nuk e njifnit, nuk e shifnit. Ose që në djep. Njëherë brezi jonë jo gaboheni me brezin tonë, mund të thonë një 2-3 breza para nesh, po. Do më thëmë, para vitit 1900. Jo, ndodhë, jo më avokat, jo, të lutem. More dhe sot ka krajine që i përdorin, nuk e diskutojmë fare. Kjo nuk do të thot që të hapim dritin jeshile bashkjetesave, sepse familja vdes të këtëra. Ja se ka një ndërhyrje Eltoni për këtë, ta gjojmë Martesa në djep ka vazhduar dhe pas viteve 90. Kështu që të lutem, mos thuaj që ka qenë diçka para vitit 1900. Pak të nande nga jam unë këto nuk ndodhin. Po të juve ju kanë martuar me një palë putës që ja qonit shkusit. Ndërsa këte nga ana tjetër e Shqipërisë i martonin edhe me djepin. Kështu që të lutem njërë, zotri, ande nga jam unë kjo është fenomeni pa njohur. Nuk martohesh në djep. Absolutisht. Zotri avokat, mos më bëni të lutem, sikur në vëndin tuaj, ande nga jeni ju, se ju nga ju që të martohesh me shkuesi ose me njohje direkte, nuk do të thot që të thanë mbyllë së ty dhe shko merë filanin, ose shko merë filanin. Por duhet të njëshin familjet dhe duhet të njëshin fiset, që familja e re që do kryojt të ishte familje shëndetshme. Familje në bibaza. Pa tjetër do një edhesi. Elton, nuk ju dëgjojnë kur flisni të dy një kosishë, që do duhet pa tjetër që të një Atere, më respektoni njerë mua që jam në lidhje direkte. Të respektuam bo, ta kemi të fjallën disa herë, po do të kesh sërish fjallën, por të lutem flasim me rast se nuk të gjojnë asë njerë. Duke qenë se jemi tu dhe shkuesia. Ju falenderoj për respektin e të përduar. Me ndonë se funksionon shkuesia edhe në kohërat moderne, kohërat ku po jetojmë, në rrasë se jo, pse? Shiko, varet se ku kryohet dhe ku zbatohet shkuesia, zotëri. Se të bësh shkuesi nga Shkodra, të vesh në Konispol, të bësh shkuesi, se një asë njëri tjetërin së bëjt fjallë fare.
Po brëna rrethit, brëna fshatit, brëna krahinës, duke i shfrytzuar faktin që familje dhe fiset e njohin njëri tjetrin, dhe e din kush është djali që kandidati për dhënës dhe kush është kandidatja për nuse për djalin, parashikojnë dhe çfarë familje do krijojnë këta dhe çfarë familje do ndërtojnë, dhe çfarë familje do rritin, çfarë edukat do marrin këta fëmijë. Se me partnerët tuaj, partneri zotëri nuk ka përgjegjësi, nuk njeh as gjyshin, as gjyshen, as nga baba, as nga nëna. Po mirë, ju duket logjike që çifti merrte një vendim për jetën e tyre, thjesht duke u mbyllur në një dhomë aty, shifnin njëri tjetrin, dalin nga dhoma e thon po. Jo, më nuk është kaq shkurt sa që thonë ju. Ka shkurt është, unë të situatë kam dëshmuar vetë disa herë në fëmijërinë time. Ku shikoja kushurira, gocat e lagjit që martohesh në lloj forme. Në zonën tonë ky është fenomeni pa njohur. Po mirë, më ja po ta them unë. Çfarë mendimi ke për këtë realitet që ndodh në një zonë të Shqipërisë? Absolutisht nuk është normale. Nuk është normale. Pra kjo është normale. Nuk është normale. Pra shkon tek ajo që unë dhash përgjigjen duke thënë që familja e shëndosh krijohet mbi bazë njohje të shëndosh të ndërsjellta. Nuk krijohet familja duke gjetur në rrugë dhe hajse do bashkëjetojmë unë e ti dhe do ndërtojmë familje. Kjo marrëdhënia e shëndosh ose njohja e shëndosh, siç ju cilësuat, si mund të ndërtohet, zoti avokat? Pra, nëse ne nuk e njohim partnerin, të ashtu quajturin sipas jush partner, nëse nuk e njohim në disa raporte situacionale që kanë të bëjnë me dinamikën e përditshme, pra në jetën tonë, unë nuk besoj që mund ta njohësh dikë duke i njohur tjetrin. Nuk të ndaloj njëri ta njohësh zonjë, nuk të ndaloj njëri. Sepse unë nuk mund ta njoh, dikush nuk mund të më njohë mua duke njohur maman time. Jam totalisht e ndryshme dhe as nuk mund të jem si ajo. Durimin e asaj nuk kam fatin ta kem, shumë të mira që ajo i ka. Po më po se po shumë, por e dëgjon tani. Jo, ju lutem. Na respekto gocë. Patjetër, ju respektoj, po do më respektoj dhe kjo mua, se flet shumë dhe i thot gjëra shumë shpejt dhe nuk më lë kohë mua të reagoj. Tani, unë po ju kursej kohë që ju flisni me gjatë siç po flisni deri tani. Unë po bëj në të mirë. Për të realizuar këto njohje që thua ti dhe njohjet e ndërsjellta, pra të ka që një periudhë ashtu fejese gati një vjeçare. Po nëse ndaheshe. Pardon? A nëse ndaheshe pas një fejese, çfarë thonte fshati? Krejtësisht normale, por kur si ka qenë normale avokat, ja ta gjejmë çikeltonin çajna. Nuk e di unë se si e quani ju, unë e gjykoj në kuptimin më normal të fjalës. Avokat, po të them rastin e prindërve të mi, janë dashuruar vetë, por babi duhet të bënte ushtrinë aso kohë, edhe kur i kërkoi dorën mamit, mami tha unë nuk ta jap fjalën deri në momentin që ti mbaron ushtrinë, sepse nëse unë ty ta jap fjalën, dhe ti mua më del nami për keq, do thonë ja e la. Ka qenë që atëherë. Nuk e di, më kuptuat apo doni që të interpretoni fjalët e mia. Unë e them direkt pa nevojë pa që nevojë të interpretosh. Them, periudha e njohjes e fejesës. Po, nëse ndahesh. Ka qenë periudha më e shkëlqyer për të njohur njëri tjetrin qoftë vajza djalin qoftë djali vajzë. Në rast se ndahesh në fejesë tu aty është okay. Jo, pse nuk dashin dot më çan dot. Ti të nami për keq apo ka të merrte? Jo, më vaj në fejesë nuk të del nami për keq. Po nga ndryshonte fejesa nga martesa në atë kohë? Të duhet kuptoj. Ishte periudhë njohje fejesa. Po shkonte te shtëpia njëri tjetrit. Bukur ju. U njohën pan defektet ose plus minuset dhe vendosën pastaj do ta realizojnë martesën apo jo. Po e merrte më njëria të gocën pastaj që ishte ndarë me çunin e filani që kishte qenë e fejuar? Po mirë, po tani e merr njëria të që është partneri me partnerin edhe e mbylli kapitullin. Sot e marri. Situata, e tonë çfarë ndryshimi? Po ku është ndryshimi? Po mirë, jo të lutem, ku është ndryshimi? Të fundit se do të gjejmë pak Eltonin, se po pretaj, ka qenë fillim. Të japim kohën të gjithë. Elton, çfarë mendimi keti për këto? Se avokati pas ka qëndrime të ndryshme. Qëndrimi thotë shumë. Faleminderit shumë për respektin që më dhat fjalën për. Je i respektuar djalë, jepi. Faleminderit. Deri në detaj. Avokati më kujton një Van Bregun me Sander Mafishen, dhe që në ato kohë i martonte lagja njerëzit, dhe po mos martohesh e shpallesh e grup armiqësor, kështu që nuk më bën fare përshtypje mentaliteti që ka pasur, sepse normalisht e kuptoj për moshin që ka. Po sot, Elton, se po kthehemi sërish te mbledhëria, se më bën përshtypje. Njerëzit sërish po gjejnë dot mose, edhe pse kanë mira mundësi. Sot kanë përshtypjen mbledhërin, po e praktikojnë ata që janë o impotent nga mendja, o impotent nga anë të tjera, o janë aq derdement sa që nuk kanë mundësi që të gjejnë edhe një nuse. Janë të paftë. Dhe tashtina ka dalë edhe kjo, po, janë komplet paftë. Ndërsa përsa i përket fejesa periudhë njohje,
Unë po të marrë shembullin e një kushërirës time, që nuk e di nëse dikur kjo gjë do ishte normale, me që për avokatin thot që paska që normale dikur. Nëse një grua me burr, me fëmijë, ndahet për shkak të tradhtisë së bashkëshortit dhe rimartohet prapë, në aso kohë, çfarë quheshe zotja avokat? A quheshe e përdal? Po apo jo? Absolutisht jo. S'ke që që e përdal. Avokat, ku e rritur ti? Po qartë thua më avokat, vërëshe me gisht nga e tërlagja, para gjykoheshe nga e tërlagja, të mblidhesh edhe këshilli i lagjes, me njerëz mbase në moshën tuaj sot, të menin dhe ata vendim për këtë gjën, ne po kuptojmë tonë, po kuptojmë që labëria pas ka qenë shumë emancipuar. Kjo është shumë e vërtetë. Jo mëse ka labëria jam dhunës, unë jam nga Vlora. Kush një sekunda sqaroj tani Elton. Kush trahtonte nga çifti? Trahtonte bashkëshorta. Në nuse dhe nusja pas që unë vendosi të rimartoj dhe njëherë që nësërish dashurin dhe asa i ngeli njohar. Dhe si e thatë, ju të dy tani trahtonte bashkëshorti, thatë? Bashkëshorti. Bashkëshorti, trahtonte. Bashkëshorti a që e ëngjël, a që shënëmëri, qa flisni kështu morë. Zakonisht martesat... Njëri nuk do thot... Avokat, po flasin për njeri unë tim, dhe jo vetëm që ishte ëngjël, po vazhdon të jetë ëngjël, po fakti që juve mund të lëri një pjesë e hemisferës, që nuk do thot që unë mund të lejoj që të ofendoni njerëzit e mi. Zotëria foli për periudën... Nuk e mendoj mos ta them personale, por s'kam një personale. Lutem, unë mora shumë personale. Ishte apo nuk ishte personale, ju si moderator duhet të ndërhyni, më intereson fare, jo nuk përgjithsohet rast për personal. Jo, nuk e përgjithsuar, shumë i mirë, po sqaroni me njëra atë çka ti the. Pra që fajin e kishte bashkëshorti. Lutem ishte shumë i qartë, ajo që thash unë ishte shumë i qartë. Po pra, fajin ti ke pasur dikur në atë kohë, një bashkëshort po. Po tash ti nuk mund të thuash të më dalësh për të më bërë mua trendin 80 vjeç, të më thuash mua që shikon mbasa ajo ka qenë edhe ajo fajtore. Përdal. Tash të lutem, që këtu duket që mentaliteti që ka qenë atëherë, dhe që këtu dukesh, po vëra para të gjimi avokat, po që këtu, po pra po, kemi pak probleme me dëgjimin, ka pasur atëherë. Kemi probleme me dëgjimin dhe avokati nuk të dëgjon sakt, kështu që falja nëse... Jo, unë edhe ju se dëgjoni sakt, se nuk është dëgjimi pastër. Ne dëgjojmë, okej, se ka pak kakofoni, po është pak çakordina. Klegja që vërthoja? Po. Unë po thoja që ta rikthejmë pak në epokën e sotme, që çfarëdo që ka qenë ne nuk na e afekton më. Unë doja që ta personalizoni pak, si mendon ti, nëse ty do të ofroj një blesëri sot, do ishe pro apo kundër? Aty doja të dilja. Duke referuar epokës e sotme, unë do doja të përjashtoja atë pjesën e pagesës, sepse mua më duket e çuditshme, në mua nuk ka ndodhur në nuk më ka ndodhur, për të qenë më pak, unë jam më pak radikale se ju avokat. Po të nuk blenë mushkën, të pak bërë 2.000 euro. Duke ju referuar fakti që në ditët e sotme, ruhet deri diku ai sistem mentalitar që kemi patur, por është formë vlerësimi. Sot, ku do të shkosh në dasëm, në marrëdhënie parentale, familjare, ekspozime që janë sociale të kësaj tipologjie, ose ekspozime familjare, nëse mund t'i quajmë mbledhje. Gjë e parë, nëse kanë një konsiderat ose një simpati për ty, ta shprehin duke thënë të gjeni djalë të mirë, e shikojnë në këtë. Kështu që është ruajtur kjo formë tradicionale e përmirësuar, sepse unë kam tendencën të jap një qasje më pozitive gjërave, duke i parë edhe në këtë kuadër. Po, Elton, një gjë të vogël dhe do flasësh se mua më pëlqen shumë kur flet ti. Edhe unë kam tendencën ta shikoj në këtë spektër. Edhe sot ruhet duke thënë që ta prezantojmë këtë gocën me këtë djalin, do me thënë, është një rend tradicional që ka ardhur i moderuar, le të themi, por nuk ka një gjë që është formë vlerësimi madje. Unë e marr, nuk mund të mos interesoj oferta e tyre, nëse je beqare dhe vetë do ke probleme ka jetën e vet dhe qëllimet e veta në jetë, por është formë vlerësimi dhe është ruajtur. Njoh shumë goca të reja sot që thon ku ta gjej të më thot njëri diçka të tillë për njëri që i njeh, se të pak ato zota një online do ta di kush është. Tani un kam vetë rast. Fatkeqësisht ju flisni për një shoqëri kozmopolite që është bërë Tirana sot. Ndërsa unë flas për një shoqëri
të rretheve dhe të fshatrave që e kanë njohur familjet njëri tjetrin, që kanë njohur fiset njëri tjetrin, që unë për shembull ande nga jam unë një ditë të tërë mbi emrat e fshatrave të Labërisë dhe di dhe pak a shumë dhe strukturën dhe atë mentalitetin e çdo familje. O, Delton, ndërsa Tirana është bërë që e shikon të bukur atje dhe drejt o burra hajde të bashkëtojmë. Nuk është kështu jeta. Nuk ka ide. Dhe ky është fakti i vështirë dhe i papranueshëm dhe me pasoja shumë të rënda i ndarjes së çifteve dhe familjeve dhe mbetjes së fëmijëve të rrugës. Pra, kur një martesë krijohet mbi bazë të bashkëtesës, atëherë familja është e qëndrueshme. Dhe duke u përtuar të ishte pjesën e njohjes, dakor? Edhe njerëz që nuk të dëgjuan. Juaj që jeni dhe avokat, sepse më vjen shumë keq, ti je avokat. Dhe të thuash që bashkëtesa është një gjë anormale, për mua kjo është çmenduri. Bashkëtesa është Mbaj mendimin tënd zotëri, mbaj mendimin, ashtu bashkëtoni këtëre dhe lini fëmijë rrugë pastaj. E mbaj, po pra dhe mua më duket kështu. Bashkëtesa avokat është një periudhë që të lejon të njohësh të mirat dhe të këqijat e partnerit, bashkëshortes të ardhshme, para se ti të marrësh vendimin për të martuar, e cila martesa... Pra, rrisa ko me këtë partner, nuk të pëlqeu, pa tjetër do Fejesa ka një përgjegjësi morale, ndërsa në bashkëtesë ka asnjë përgjegjësi morale. Dhe këtu është kufiri midis bashkëtesës dhe fejesës të njohur në familje. Për shkak të moshës nuk mund të ndërpres mendimin tim tash dhe Po, mbaroje. Ti e ke me brezin e këtyre ju e keni konsideruar femrën si mallë. Dikur... Atë mbaje mere mbrapë që dhe mos ma thuaj mua se kemi ne atë. Jo, unë nuk marrë gjë mbrapë që avokat, po... Tuaj është trajtuar kështu. Jo të më thuash mua ju, se ka po verën. Juve prasë, pa e përgjësoj si që përgjësoj. Edhe njerë. Ne po këntuaj. është konsideruar, jo ju e keni konsideruar. Ju, brezi juaj. Jo, nuk jam përfaqësu si brezi tu. Brezi juaj... Mirë. Po që brezi je mo avokat, ta dim se më ka flas ma... Përfaqëson veten në këtë rast, Elton. Pra nuk përfaqësoj personin që ke përballë në ekran. Po pra ka dhe një moshë mbi slupe, tashti atë moshën mbi slupe, ka një brez, quhet brez. Po, vazhdoje. Mora vesh, përjashton lidhjet familjare dhe përgjegjësitë ndërsjellta të familjeve të dy vajzës dhe djalit në këtë lidhje, në këtë familje që është krijuar. Se ky është objektivi shoqërisor. Po na lër mo avokat, na lër të flasim. Po mbaroje. Do flasim të gjithë me radhë. Se mirë ti po s'të las tiri, s'të las ajo tjetër. Po pra jepi pra mbaroje, pa çojë deri. Po më lër pra që ta them se po jep. Shishi vazhdon. Atëherë. Ju brezi juaj dhe kur them ju brezi juaj nuk e kam për ju personalisht, por brezi juaj femrën e kanë konsideruar si mall. Prandaj edhe këta meshkujt e sotëm. Absolutisht jo. Sepse vazhdojnë ta quajnë mirë se do i them unë, po, pa merak. Prandaj edhe këta meshkujt e sotëm vazhdojnë paguajnë se femrën e shikojnë si mall. Prandaj dhe brezi juaj nuk e pranon bashkëtesën. Se ju e doni direkt e fejes o zotëri, direkt e martesë. Dhe ti të rish aty me të mirë dhe të këqija të asaj martese, ta ulësh kokën aty, të lashe të shplash, të rritësh qilimit, edhe se që ndodhë, se hadru, sa i partneri që deri dje për ty ishte i mrekullueshëm, pastaj të del një kokra e legenit, ti mos kesh mundësi për ta lënë, sepse do të gjykoj dërfisi, do të gjykoj tërlagja, prandaj juve të martoni direkt, që ti ta mbyllë gojën. Jam dakord që nuk jemi dakord bashkë. Ti ke mundësi të bashkëtosh, o avokat, që ti ta njohësh atë partner përpara se të bësh edhe një fëmijë, përpara se të marrësh vendimin final të Elton, dhe përpara se të marrësh përgjegjësi më të madhe. Dhe përpara se ai fëmijë të ngeli e pastaj të jetë produkt i një martese të dështuar ku po më Elton ta bëj unë pyetje, jam fakt. Ka një ndryrje klegje. Fëmijë rrugës, fëmijë me prindër të ndarë gjen më shumë kohë sot apo në kohën e brezit të avokatit? Si kohë?
Pra gjenë më shumë fëmijë me prindër të divorcuar sot, apo... Po, tiri, po, dhe është më mirë që t'i gjesë sot kështu këto fëmijë. Po si që ka më mirë, pra është shumë më mirë, ka të drejtë zotëria, se sot këta fëmijë janë kontingenti krimit, kontingenti drogës, kontingenti rrugës. Fëmijët e prindërve të divorcuar, hajde me mua të shikosh. Është dhe shumë e rëndësishme të kuptosh, është shumë e rëndësishme është shumë e rëndësishme të kuptosh nësa familje të shëndetshme janë rritur atë fëmijë, e kupton? Sepse sot mund të ketë një numër më të lartë të çifteve të divorcuar dhe të fëmijëve që rriten me prindër të ndarë. Ama, është rëndësishme që në një epokë më të hershme, nësa familje të shëndetshme janë rritur këto fëmijë. Do me thënë, mund të jenë rritur me prindër të ndarë, po mund të jenë rritur me familje me dhunë, marim raste specifike. Unë mendoj që jam rritur në një familje të shëndetshme. Hajde flasim për raste specifike, se kemi dëgjuar që mbase brezi, avokatit janë rritur në një familje jo të shëndetshme. Sa histori nga njerëz që tregojnë që janë rritur me prindër që kanë tentuar t'i prasin maman, t'i prasin papan, që kanë tentuar bashkë. I dëgjon dhe sot. Po sot kanë lirin të ndarë, Tiri. Më para nuk ndashin dot, kanë divorcuar nga gjyqi. Dakord, pra, por mos ja vëm fajin brezit të mëparshëm. Nuk po themi që janë të gjithë. Sepse ato kanë qenë imperfekt dhe ne jemi perfekt. Jo, as ne nuk jemi perfekt. Ka të mirat e veta. Pikërisht, pra, dakord, me kënë dakord, që çdo brez ka të mirat e të tjera të vetë. Pra, sipas jush, ta fëmijë që lidhin nga këto familjet e partneritetit, që quaj si të duash, këta do drejtojnë shoqërinë shqiptare? Po, do ta drejtojnë, avokat, vetëm një pyetje. A i kupton që, do me thënë, në epokën që ne jetojmë, partneriteti, martesa, janë thjesht çështje dokumentacionale të cilat nuk ndryshojnë. Ne mund të shikojmë një çift që bashkëton dhe ka zgjedhur mos të martohet, ama kjo nuk do thotë që ata nuk mund të krijojnë një familje të shëndetshme dhe nuk i mban ajo firmë. Nuk bien dakord, gjën partner tjetër. Po jetojmë në botën e vedheve. Thjesht nuk do bësh divorc pas divorci pas divorci. Ikëm nga morali shoqërisë. Ikëm nga morali. Morali, po pse të mos kesh moral, do me thënë të mos bësh seks, mo avokat si jeni shumuar juve në kohën tuaj, ju ka të sepse për hir të familjes, qoftë burri, qoftë gruaja, do tolerojnë për të rritur fëmijë të shëndetshëm, do tolerojnë. Gruaja do tolerojë? Po këtë sensacion familja thash jo gruaja. Jo vetëm me burrin. Thash familja. Dy partnerët. Jo partnerët, më bashkëshortët. Ti ke fjalën partner me në bisedë me mua. Jam kundër këtij termi. Shiko, ti je kundër atij termi, po dhe ne mund të jemi kundër termit tuaj. Kështu që le të respektojmë mendimet e gjithë secilit. Atëherë më gjej kush është shqip. Kush është shqip? Unë apo ju? Kush flet shqip? Më thua partner nuk flet shqip. Jo, nuk është shqip. Po mirë, më të shërën si ka. Jo, ka shumë rëndësi, se ti më fut në terminologjinë e përditshme. Ti përdore si e do ti. Ti vazhdo retorikën tënde. Jemi në televizion këtu. Dhe duhet flasur shqip. Avokat, diçka të fundit për ta përmbyllur. Mesazhi jot për rinin. Mos u lidhni në rrugë, po shikoni fisin, qoftë djali, qoftë vajza. Okej. Mesazhi jot Klekja. Ndërsa mesazhi që unë kam është të ndihen të lirë, të zgjedhin dhe të bëjnë si të duan jetën e tyre, pa u kushtëzuar nga opinionet e tjerëve, nga mentalitetet që mund të kenë. Në fund të fundit të gjitha kostot e gabimeve tona i paguajnë vetëm ne. Kështu që i paguajnë fëmijët. I paguajnë fëmijët kostot. I paguajnë fëmijët, do jetojnë jetën e tyre. Elton, e fundit nga ty. Mesazh. Faleminderit. Mesazh, mos dëgjoni opinionet si opinioni avokatit. Pra, Elton, po thuaj një gjë që s'ka lidhje. Dole diktator tani. Tu e prishje muhabetin. Shijoni jetën tuaj. Bashkëtoni, dashuroni, një uniku të doni në kafe, në lokal, në klub, në restorant, në rrugë, edhe lëreni fisin të bëj punë e vetë, po shijoni jetën tuaj se në fund të fundit do jetoni juve të dy njëri me tjetrin dhe nuk do shkepet halla me dajën.
Por mos harroni që kemi të gjithë një detyrim moral për të shumuar edhe për ta çuar përpara këtë botë, këtë civilizim. Po, Tiri, gëzuar. Gëzuar edhe ty. Shumë faleminderit. Kur nuk bie shqiptari në një medje. Herë tjetër të presim në studio. Ktheu tash të përshëndesim paç. Avokat Bekligja ishte shumë kënaqësi. Faleminderit për shëndatit edhe tuaja. ju faleminderit juve për Absolutisht. Edhe unë me avokatin respektohem. Po jo edhe po s'më respektove, nuk e ka problem, unë ka rësi që unë t'jem në rregull me veten time dhe me ata që më shikojnë më dëgjojnë. Patjetër. Por shoqëria njerëzore nuk erdhi me bashkëtesë rrugësh. Shoqëria njerëzore erdhi me familje të ndoshta. Dakor. Kjo nuk do të thotë që kjo praktikë është e gabuar. Mirë, e mbyllim dhe ikim para shkurt në reklama për intervistën e fundit. Një intervistë shumë të bukur. Me imamin më të famshëm të momentit.